Strukturat e reja të emergjencave civile të ngritura pranë bashkive të mëdha të krijuara pas reformës administrative territoriale kanë bërë që të kenë disa mangësi. Territori për të menaxhuar nga emergjencat është zgjeruar, ndërsa struktura ka mbetur e njëjtë, një gjë të tillë për mungesën e kapaciteteve njerëzore, kryesisht tek reparti zjarfikësve, e pranon edhe shefi i emergjencave civile në Bashkinë Shkodër, Ridvan Bushati. Kapacitetet janë baza teknike, automjetet janë më 100% nga dishmëri dhe janë gjendje për të përballuar. Për forca policore, zjarfikësh kemi nevojë se vetë struktura është e tillë që me 35 punojës përballohet një fluks i tillë, është diçka jashtë normale. Por megjithatë falenderoj gjithë efektivin e zjarfikësve për përkushtim maksimal që kanë pas gjatë kësaj periudhe dhe fatmirësisht kena mëll pa dame të mëdha materiale. Edhe në logjistikë, emergjencat civile kanë mangësi, ndërsa mjetet që përdoren në rastet e zjarreve, aksidenteve janë mbi 20 vjeçare, çka do të thotë se janë amortizuar, ndërsa kërkohet një teknologji më e re, e cila aktualisht mungon. Absolutisht gjithmonë ka nevojë për situatë logjistike, se mjetet janë mbi 20 vjeçare, por megjithatë ne kemi arritë bashkëpunim me shok, me miq, me firma të ndryshme na kanë ndihmuar dhe kanë kontribuar për zjarfikëse, për të mirën e qytetit, për të mirën e komunitetit, për me i majtë gjendje e gatishmërisë dhe ato janë gjendje e gatishmërisë në çdo moment. Gjithë mjetet janë. Struktura e emergjencave civile pranë Bashkisë Shkodër deri më tani ka përballuar afro 150 raste zjarresh të rëna, por edhe ndërhyrje në aksidente të ndryshme që kryesisht gjatë muajit gusht kanë qenë në një numër të lartë.